Protesta e banorëve të Rjolit vijon ditën e sotme në Velipoj pas tupimeve të zhvilluara më parë përpara Kuvendit dhe Prokurisë së posaçme. Qytetarët kanë shprehur pakënaqësinë e tyre ndaj projektit që parashikon ndërtimin e një resorti luksoz në zonën e tyre, duke theksuar se ky investim rrezikon toka në mënyrën e jetesës së komunitetit. Gjatë protestës, situata u tensionua kur disa banorë përplasen me forcat e rendit, duke ulur në rrugë dhe penguar automjetet që po transportonin materialet ose punëtorë të projektit. Sipas banorëve, ky veprim është një mënyrë për të mbrojtur tokën e të parëve dhe trashëgiminë e familjeve. Është burr, bashkëmunaj, vjen këtu përballet me mua dhe me ta burra. Nuk flas më. Me fëmijë, me gra, me këtë dojnë. Po, tu me dekti ton. Tu, sa toka jon, me galet part ton. E do të dësi këtu. E do ta shtojmë. Banorët kërkojnë ndërprerjen e punimeve deri në gjetjen e një zgjidhjeje që të respektojë interesat e komunitetit lokal dhe vlerat e tokës së tyre. Autoritetet kanë bërë thirrje për qetësi dhe dialog, ndërkohë që mbikëqyrja e situatës vijon nga forcat e rendit.